zakt fare, domethënë është kritiku shqiptar si institucion dhe si shoqat humanitare që vepron në mbrojtje të shëndetit të njerëzve, ka rol dhe për mision edhe në këtë fushë. Pra, dhe misioni jonë dhe roli jonë është si të mund të ndërgjegjësojmë dhe të sensibilizojmë komunitetet, veçanërisht ato grupet më të prekura, grupet më target, në mënyrë që me disa këshilla të thjeshta dhe me disa njohuri që shpërndajnë tek ta, ata veprojnë vetë në kushtet e shtëpisë apo në kushtet e ambientit ku ata jetojnë, në mënyrë që të parandalojnë më tej ndonjë impakt që ata kjo temperaturë dhe kjo temperaturat larta pra sjellin në shëndetin e njerëzve, dhe si tillë ne jemi në këtë fazë aktualisht. Siç e thatë pra ju, jemi në këtë fazë ku kritiku shqiptar në mbështetjen e Federatës Ndërkombëtare, kritiku austriak, jemi në fazën e zbatimit të një projekti të tillë që quhet Simplified Early Action Protocol for Invading in Albania, do më thash anglisht për të që si të veprojmë në parlamentin për cilësinë e valit të nxehtë në Shqipëri, dhe si të tillë neve po operojmë me bashkëpunojmë me Institutin e Gjeoshkencës që jemi për paraqimin e 10 ditor sipas standardeve europiane dhe që e ndjek dhe monitoron atë për të deklaruar valin e nxehtit, atë me